me gazetaren Ardita Behluli. Përshëndetje. Përshëndetje për juve në studio. Po, fillojmë me këtë paralajmërimin e Kurtit për Vidovdanin. A ka komente në Serbi sa i përket kësaj situate dhe a ka vende në territorin serb ku shënohet kjo fest përveç se në Kosovë, në Gazimestan? Normalisht si fest shënohet dhe ka 3 ditë të fundit që presidenti Vučić e ripërsëri se është shumë e rëndësishme për nacionalitetin serb, për popullin e tyre, festimi i Vidovdanit dhe që njihet ndërkohë dhe në histori. Ka patur reagimin që potencuat edhe ju në storjen e paralajmëruar, një reagim zyrtar se i përket qëndrimeve dhe deklaratës kryeministrit Albin Kurti. Unë do toja se në Serbi me që ka dhe aktualitetet të tjera, ndoshta kjo ka kaluar më tepër si hije, sepse fokusi gjitha mediave dhe shoqërisë civile, por edhe politikës është në protestën e ditës e nesërme që do të organizohet nga lëvizje studentore dhe nga zëri ndryshe në Serbi. Çka pritet ndodh nesër në këtë protest? A ka largim nga kërkesat nga ana e protestuesve, por edhe në anën tjetër zbutje të diskursit kundër tyre? E dëgjuam Ana Brnabić që paralajmëroi arrestime masive nëse do të ketë situata që nuk i konvenojnë situatës në Beograd. Është interesante, i kemi 2 ekstreme dhe më tutje, edhe pse kanë kaluar mbi 7 muaj, 2 ekstreme të qëndrojnë të palëkundura. Lëvizjet studentore i kanë dhënë një afat kohor deri në ora 21 për ditën e nesërme, në ora 21 të mbrëmjes presidentit Vučić në realizimin e kërkesave të parashtruara dhe një ndër kërkesat kryesore që është lëvizja studentore është shkuarja e vendet në zgjedhjet e parakohshme. Pak orë më herët, presidenti Vučić me një deklaratë publike ka treguar qëndrimin e tij që duke u drejtuar grupit të studentëve, organizatorëve të protestës së nesërme dhe u thot me një ironizim, mos pritni orën 21 të ditës së nesërme, por duhet ta dini që zgjedhje nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme në vend. Dhe në bazë të qëndrimeve, a mund të eskaloj situata potencialisht nesër në Beograd? Ne edhe para 2 ditësh kemi pas arrestime të 6 shtetësve të Serbisë, një prej tyre është një student, të cilët janë arrestuar me pretekstin se po prishin rendin dhe qetësinë. Për ditën e nesërme, forcat e sigurisë pritet që të jenë shumë prezente të pranishme në numër të madh, por edhe struktura shtetërore që kanë paralajmëruar se do të marrin masa në rast se do të ketë reagime të vëndshme. Ka informata jo zyrtare për pranit organizuar edhe të grupeve pro-qeveritare, sikur që kemi pasur edhe në protestat e kaluara. Ndërsa në anën tjetër, studentët, protestuesit shprehin vendosmërinë e tyre dhe synojnë që nesër të kenë një numër të madh pjesëmarrësish në këtë mënyrë për të rritur edhe më tepër presionin ndaj qeverisë së presidentit Vučić. Po ashtu, fokus veçantë protestës së nesërme i kanë dhënë rëndësi edhe mediat të cilat paralajmërojnë për një planifikim veprash kriminale duke akuzuar organizatorët e protestës për ditën e nesërme. Presidenti Aleksandar Vučić ka denoncuar protestat si protestat rrezikshme dhe ka paralajmëruar edhe reagim në rast dhune dhe vetë presidenti Vučić. Mediat ndërkombëtare dhe analistët e përshkruajnë protestën e ditës së nesërme si një rrëthim më të madh protestave paqësore që kanë ndodhur në historinë moderne të Serbisë dhe u është kushtuar vëmendje e veçantë se i përket edhe masave represive nëse do të ketë ditën e nesërme. Po, a pritet, a ka pritshmëri që të ketë dhunë nesër, me qenë se edhe ka paralajmërim, edhe ka në anën tjetër deklarime të liderëve politik që nuk po pranojnë të organizojnë zgjedhje?
Nëse e analizojmë protestën e paralajmëruar për ditën e nesërme dhe tërë deklaratë që kemi dëgjuar në këtë 24 orë që në fundit, parashikimi për nesër, studentët pritet që të thrasin me dhjetra mijëra qytetarë. Në anën tjetër, atmosfera normalisht gjatë këtyre protestave pritet që të jetë tensionuar me prani të madhe të forcave policore, por në anën tjetër, synimi i protestuesve është një qëndresë patësore. Por a do të ketë rrezik të dhunës, edhe kjo është në pikë pyetje, sepse vetë autoritetet e rendit e kanë cilësuar protestën e ditës së nesërme si një sfidë për rendin publik, gjë për cilën lë për dëshiruar. Do thotë kemi dy ekstreme, protestuesit janë në qëndrimet e tyre, ata deklarojnë se do të jetë një protestë patësore, në anën tjetër vetë dy krerët kryesor të shtetit, vetë presidenti dhe kryeministria paralajmërojnë që dhe kryeparlamentarja paralajmërojnë që do të mund të ketë arrestime ditën e nesërme ose intervenim nga forcat e rendit në rast se protestuesit do të janë të dhunshëm. Pse nuk do Vučići zgjedhje të reja në Serbi? Momentalisht, si shohim, nuk ka disponim për zgjedhje të parakohshme, ai në rendin e ditës dhe programet që ai planifikon për këtë fundvit, i ka pikësynimet dikun tjetër dhe nuk dëshiron që shpall zgjedhjet parakohshme. Sigurisht, kanë uhatur disponimin e elektoratit të opinionit publik, në këtë momentum nuk është i gatshëm që të shpallë zgjedhjet e parakohshme. Që mund ta ketë humbur për krahjen popullore në këtë kohë. Është interesante se para një muaji kishte një gatishmëri të parezervë në gjitha studiot televizive, trubëntonte jam i gatshëm që shpallin zgjedhje duke ju drejtuar taborit opozitar, lëvizjes studentore, ndërsa tani shohim një zbrapsje, një hap mbrapa sa i përket të qëndrimit të tij për zgjedhje të parakohshme. Nuk është i sigurt se do të ketë besimin elektoral, siç ka pasur mbi 50% në Serbi. Sigurisht që këto kanë reflektuar për 7 muaj çdo qytet i Serbisë, pothuajse është vëshuar nga zëri ndryshe, nga lëvizje qytetare, nga lëvizje studentore dhe normalisht që nuk është në situatën çfarë ka qenë më parë. Luli, të falenderoj shumë që u inkuadrove në Kompas së sonte. Faleminderit juve. Faleminderit, do të shkëputemi me pak marketing për të rikthyer me tjera tema në Kompas. Qëndroni me ATV.